Ushtrimet me rezistencë i forcojnë eshtrat dhe ndikojnë direkt pozitivisht në jetëgjatësi. Mirë po shumica mendojnë që për ushtrimet mirëfillta duhesh me pagu një antarësim në fitness, si dhe me shku rregullisht. E unë po të them që mas kësaj video nuk i me shku më kurrë në fitness. Ose ti mundesh ta me shku, po më du me ta tregu një alternativë më të mirë, më të lehtë e besa dhe më të lirë, ku mundesh me i zaventsu pothuajse gjitha ushtrimet e një palestra apo një fitnessi. Krejt çka të vyn është rreth 2.4 metra katror. Kaq i nxe ky pull-up bar. Pra përmes këtij setupi ne mundemi me ushtru shpinën dhe bicepsat në mënyrë perfekte, duke bërë ushtrime siç janë pull-ups dhe chin-ups. Momentin kur fillojnë që të na duken të lehta, atëherë mundemi me i rëndu pak. Pastaj përpos ngritjeve vertikale, mundemi me bë edhe ngritje horizontale duke bërë ushtrimet rows. E këtë pajisjen e njëjtë mundemi me përdor edhe për ushtrimet të gjoksit, me që rast mund të bëjmë dips. Edhe dipsat pra vlen në konceptin njëjtë, momentin kur fillojnë që të bëhen të lehta, atëherë mundemi me i rëndu. Përpos me dips, gjoksin mundemi me ushtru edhe me pompa apo me ngritje, ku varësisht prej pozitës së shuplakave dhe të shputave, bëhen më të vështira apo më të lehta këto ushtrime. Përmes dipsave dhe përmes pompave, përpos gjoksit ushtrohet edhe tricepsi. Mirë po nëse duam që tricepsin ta izolojmë pra specifikisht, mundemi përmes triceps pushdown përmes këtij sistemi. Ndërsa izolimin e bicepsave mundemi shumë thjesht me bë përmes curls. Shpinë, gjoks, biceps, triceps u kryen, po krahët me çka me ushtru? Shumë e thjeshtë. Ose nëse don me qenë pak më kreativ edhe me ushtru pra muskulin deltoid në një kanë më ndryshe për atë rezistencës, atëherë mundemi me përdor edhe këtë setup. E ky setup është perfekt edhe për ushtrimin e muskujve abdominal, e për abs perfekt funksionon edhe ky ushtrim. Pjesa e sipërme e trupit u kry. Po pjesën e poshtme pra këmbët me çka me ushtru. Zërcher squats me pesha, me shumë seria ku thamra është më e ngritur për me favorizu pra më shumë muskulin quadriceps. Pastaj step ups me pesha, sissy squats e kështu me radhë. Gjitha këto pra funksionojnë për ushtrimin e muskujve të quadricepsit. Nëse dëshirojmë që ta ushtrojmë pra muskujt e hamstringut, mundemi përmes Romanian deadlift. E pulpat, po kush po i ushtron ato ose. Mirë po nëse vetëm ke dëshirë, atëherë mundesh me një tull, një këmbë një herë, pra lëvizje unilaterale, me që rast favorizohet më tepër lëvizje eksentrike. Kurse ushtrimet kardio i kryen veç me 1 orë e gjys. Tash patjetër mundesh me thonë, mirë po ke këto pajisje kushtojnë, ma let po e paguaj fitnessin. Po, është vërtet, mirë po këto pajisje i blen një herë dhe të mbesin, kurse fitnessin duhesh me pagu rregullisht. Nga ana tjetër, ky setup komplet i imin ka kushtuar më pak se 200 euro, për shembull këto peshat e duarve i kam gjetë në aksion 19 euro copën, dip bar station rreth 20 euro, pastaj kjo për pull-ups dikon rreth 80 euro vetëm shufrat dhe pastaj kam ndërtu bashkë me një mjeshtër. E rëndësishme është me pas vullnet edhe pak kreativitet. Ideja e kësaj video nuk është me fol negativisht për fitnessat apo për palestrat. Përkundrazi, ato janë vende ku më së miri promovohet pra shëndeti dhe mirëqenia fizike. Ideja është me eliminu çfarë do lloj arsyetimi pse nuk mundesh me shku në fitness. Qoftë për arsye financiare, qoftë për arsye të kohës së limituar, apo thjesht nuk don me ushtru në prani apo në prezencë njerëzve të tjerë, atëherë siç e pa edhe vetë në këtë video e ke mundësinë. Krejt çka të vyn është pak vullnet, kreativitet edhe mos të harrojmë 2.4 metra katror.